Pazari i ri sulmohet nga çetnikët 3 herë gjatë vitit 1941. Sulmi i parë ndodh me 4 nëntor, sulmi i dytë me 21 nëntor dhe sulmi i tretë me 4 dhjetor të vitit 1941. Aqif Blita, si kryetari i pazarit të ri, duke parë rrezikun që po i afrohet qytetit, kishte vendosur që të kërkojë ndihmë nga Kosova. Për këtë ngjarje, sipas dëshmive që na arrin nëpërmjet vajzës së Mumin Efendiut, e cila këto të dhëna i ka mësuar nga familja e nënës së saj, Aqif Blita e ka dërguar Mumin Efendiu në Kosovë për këtë çështje deri te Shaban Polluzha. Ajo tregon se nëna e saj që nga mëngjesi filloi t'i thurrë Mumin Efendiut një xhemper prej leshi dhe mbaroi në mbrëmje, për shkak se ishte ftohtë dhe e kishte për të udhëtuar me kal gjatë tërë natës deri në Mitrovic. Nga kjo kuptojmë se në këtë moment delikat dhe vendimtar për pazarin e ri dhe tërë Sanxhakun, Mumin Efendiu e kishte vënë veten në shërbim të një misioni të lartë patriotik dhe besa dhe shumë të rrezikshëm. Po ashtu nga kjo kuptojmë se Mumin Efendiu ka qenë njëri shumë i besueshëm i Aqif Blitës, dhe se ai duhet të ishte njohur mirë edhe me Shaban Polluzhën, gjë që është shumë normale, pasi që Mumin Efendiu para se të shpërngulej në pazar të ri, kishte punuar si gjykatar shiratik atje, por edhe kishte gëzuar autoritet të lartë në rrethin e klasës intelektuale dhe politike të asaj kohe. Fillimisht në sajt të Kamil Beut e pastaj edhe me angazhimin e vet. Autoriteti i tij i lartë që kishte te vullnetarë shqiptar nga Kosova do të shihet me një rast që do ta shtjellojmë më vonë. Me Shaban Polluzhën në pazar të ri kishin ardhur 3150 vullnetar rreth datës 10 nëntor, të cilët kishin qenë të komanduar nga 12 bajraktar të dalluar shqiptar. Fjalimi i Shaban Polluzhës me këtë rast kishte qenë shumë breslënës, prandaj po e paraqesim në vazhdim. Të dashur vëllezër, kemi ardhur këtu për të kryer një mision të shenjtë. Jemi këtu për t'i mbrojtur familjet e rrezikuara nga çetnikët e tërbuar. Siç jeni në dijeni, kriminalët serb kanë vrarë e masakruar popullatën e pafajshme të kësaj ane. Ne, kur kemi pasur mundësi, gjithnjë kemi ndihmuar popujt e rrezikuar. Prandaj në këtë drejtim duhet kuptuar këtë mision, i cili në plan të parë ka karakter humanitar e njerëzor. Por, me këtë mbrojmë edhe një pjesë të shqiptarëve që jetojnë në këtë anë. Uroj që lufta të na shkojë mbar dhe besoj se kemi forcë dhe moral që t'i dëbojmë hordhit çetnike nga Sanxhaku i përgjakur. Në sulmin e parë, në radhët e çetnikëve ishin vrarë 140 pjesëtar, kurse në radhët e luftëtarëve bosnjakë dhe shqiptar kishin mbetur 120 të vrarë. Në sulmin e dytë ishin vrarë 46 çetnikë dhe 26 shqiptar, ndërsa çetnikët kishin masakruar 20 njerëz të pafajshëm. Në sulmin e tretë, gjysejt bosnjak, shqiptar e serb ishin vrarë 756 veta dhe u dogjën 2790 di shtëpi. Pra, nga këto të dhëna historike, shihet se popullata e Sanxhakut ka qenë e rrezikuar që të vritet e dëbohet njëjtë sikur ajo e Nishit dhe e Prokuplës pas luftës ruso-turke të viteve 1877-1878 dhe si ajo e Vrajës pas luftës së vitit 1912. Gjatë kohës që kishin qëndruar ushtarët e Shaban Polluzhës në pazar të ri, në gatishmëri nga rreziku i sulmeve të papritura të çetnikëve, të cilët sa herë që bëjnë ndonjë marrëveshje për anpushim, ata i thënin si zakonisht. Ushtarët shqiptar e kishin vënë pazarin e ri në një shtetërrethim të plotë, kishin bllokuar çdo lëvizje dhe i kishin mbyllur të gjitha institucionet, përfshirë edhe komunën. Kjo kishte ardhur si rezultat i dy ushtarëve të Aqif Blitës, të cilët kishin bërë zullum në popullatën civile. Prandaj, vullnetarët shqiptar e kishin marrë këtë hap të rrept dhe s'polin askënd të lëviz në këtë qytet. Me këtë rast, Aqif Blita e thërret në telefon Mumin Efendiun dhe e luq që të shkojë e të merret vesh me luftëtarët shqiptar që ta pezëllojnë këtë masë. Mumin Efendiu i revoltuar i thot: "Ah, Aqif, po pse nuk i mban lidhur qenë të tu? Kjo është qytet, nuk është mal." Me njëherë vishet me xhybe dhe shall dhe e merr me vete edhe një djalë të familjes së shoqes. Ai kishte treguar: kur arritën para gjyqit, Mumin Efendiu ndal dhe filloi të këndojë disa ajete nga Kurani dhe pastaj u ambajti një fjalim. Ata aq shumë ndikuan nga ai fjalim sa që lëshuan pushkët për toke dhe treguan respekt të madh për Hoxhën. Ai u tha: "Tani mund të vini e të pushoni dhe mëngjesin ua kemi bërë gati." Kështu, me këtë akt të tij u arrit një marrëveshje e brendshme dhe filloi të rrjedhë jeta normal në pazarin e ri. Këto dhe shumë veprime tjera të Mumin Efendiut tregojnë se ai vërtet ka qenë një njeri që gjithmonë i ka qëndruar pranë popullit, në të mirë e të keqe. Ka rrezikuar jetën e vet për interesin e përgjithshëm, në paqe e në luftë, i ka prirë popullit pavarësisht rreziqeve.